Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se Serbia më mirë se kur më herët e ka kuptuar se Kosova është një shtet, edhe pse vazhdon të refuzojë njohjen e saj. Ai në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës akuzoi edhe partitë opozitare se për shkak të mungesës së bashkëpunimit të tyre, vendi shkoi 2 herë në zgjedhje vitin e kaluar, derisa ka theksuar se populli i Kosovës sipas tij refuzon të kthehet në epokën e korrupsionit. Kurti tha se kontribuesi i destabilitetit në rajon përmes Serbisë është Federata Ruse. Nga 4 fqinj që kemi si Republika e Kosovës, 3 na njohin. Vetëm Serbia nuk na njeh dhe nuk duket se do ta bëjë së shpejti, edhe pse mendoj se e kuptojnë më mirë se kur që jemi shtet tjetër. Realiteti ka ndryshuar shumë, por ajo që duhet të ndodhë është që të shruhet ëndra e tyre për kthim. Po ashtu kontribuesi i saj është Perandoria Ruse, apo ajo që tash Federata Ruse quhet. Perandoria Ruse nuk dëshiron fqinj, por është e pamundur që të mos kesh fqinj, tha kryeministri i Kosovës. Krahas kësaj, ai akuzoi opozitën sa i përket zgjedhjeve të reja, duke nënvizuar se mungesa e bashkëpunimit nga ana e tyre i solli zgjedhjet e reja dhe rezultatin e mirë për të, ku morin mbi 51% të votave. Së pari nuk shkuam në zgjedhjet e reja pse donim, ky nuk ishte qëllimi ynë, por ishte pasojë e mungesës së bashkëpunimit me opozitën. Ne fituam në shkurt 42.3%, por nuk ishte e mjaftueshme. Provuam gjithçka, provuam të takoheshim me 1 apo 2 parti politike opozitare. Njëra nga to nuk donte të takoheshim, njëra nga to e dëshironte pozitën e kryeparlamentarit me vetëm 3 deputet. Pastaj nuk e pranuan emrin ton të propozuar për kryeparlamentar, megjithëse e zvendçuam atë emër 10 herë. Opozita sërish ju tha jo të gjithëve. Pastaj unë e zvendçova emrin tim me zëvendësin tim në parti Glauko Njufca, i cili ishte kryeparlamentar dhe do të jetë zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm i radhës. Prap thanë jo, kështu që përgjatë vitit 2025 ishte e qartë për njerëzit se nuk kishim një qeveri, jo pse nuk fituam zgjedhjet, por sepse askush nuk donte të bashkëpunonte me ne. Kështu që mendoj se nëse do të doja zgjedhje të reja, njerëzit do të më ndëshkonin mua. Unë nuk doja zgjedhje të reja, por nëse zgjedhjet e reja ishin aty, më mirë të isha gati. Kështu që kishte pasoja nga mos bashkëpunimi i opozitës, jo nga një entuziazëm i imi për të shkuar në zgjedhjet e reja, shtoi Kurti. Në anën tjetër, Kurti ka thënë se gjatë mandatit të tij qeverisës se ka trashëguar një situatë me korrupsion endemik, andaj sipas tij populli i Kosovës refuzon që të kthehet në të ardhmen në atë gjendje. Ai theksoi se askush brenda kabinetit qeveritar të tij se ka ase imagjinatën më të vogël të përfshirjes në çfarëdo shkallë të korrupsionit. Ne kemi trashëguar një situatë kur korrupsioni ka qenë endemik, ka rezistencë dhe qëndrueshmëri të fortë të njerëzve që të mos kthehen kurrë më aty. Pra shpresa jonë janë njerëzit që ata do ta njoftojnë sistemin dhe publikun për korrupsionin që e hasin. Askush, absolutisht askush brenda kabinetit të ministrave se ka as imagjinatën më të vogël të përfshirjes në çfarëdo shkallë të korrupsionit, prandaj duhet të udhëheqim me shembuj, përfundon ai.